vetit tona janë më të forta se aftësitë. Kur flas vetit tona, dikush janë karakteri, identiteti, mendësia, bindjet, shprehjet, mençuria që kemi brenda vetes tonë, janë më të forta se aftësitë. Pa këto ti nuk ndërton dot aftësi. Do të bësh sukses, do të ndërtosh bazat e suksesit. Bazë suksesi zhvillimi, rritja jote personale, profesionale, ndërtosh identitetin tënd, karakterin tënd, do ndërtosh mendësinë e dur, do ndërtosh kush është qëndrimi i dur që ti do të mbash në jetën tënde, kush është ajo që do të krijojë, që është burim energjie, që do të bëjë të mundur që ti të ecësh në rrugën tënde. Dhe në një moment të caktuar, ti kur e ke të qartë vetën tënde se kush ti do të jesh dhe kush janë aftësitë tua dhe pastaj kush janë burimet e tua, ti do të shkosh në një nivel tjetër. Në një nivel tjetër si ndërtosh një sistem, si ndërtosh një mekanizëm i cili të funksionojë dhe të prodhojë më tepër. Është mirë të prodhosh gjërat dhe të bësh gjërat vetë, po mund të mos jenë të mjaftueshme. Të duhet skuadra, të duhet një organizat, të duhet sisteme, të duhet mjetet, të duhet një kulturë, ta kuptosh të konceptin, sepse neve themi po bëj biznes, po bëj namin. E disa mijëra dhe miliona njerëz bëjnë startupe dhe disa nga këto përfundojnë jo vetëm kohën e tyre, por edhe lekët e tyre që hedhin poshtë, se s'janë të gatshëm. S'janë të gatshëm në radhë parë nga ana e të ndërtuarit të vetës së tyre, se kush janë ata njerëz. Dhe jo pastaj të ndërtim sistem, unë kam ide. Ideja është, okay, shumë e bukur, dhe është një nevojë, por puna është që ti, a e ke gjetur skuadrën e dytu, a ke gjetur një organizat, a ke gjetur partnerin e dur, a je i gatshëm me të gjitha strukturat, burrimet, sistemet, me kulturën që ndërtosh, filozofinë që ndërtosh, strategjinë, mjetet, çfarë të duhet tyja që të arrish to? Nuk është diçka e lehtë, por puna është që ta ndërtojmë themelet dhe pastaj shkojmë në ndërtimin e asaj makinerie. Por ti nëse nuk ndërton themelet e tua, nuk ke mundësi ndërtosh themelet e një organizate të fuqishme, të shëndetshme, të shkëlqyeshme, që të prodhojë rezultate në mënyrë të vazhdueshme. Ti do të mjeshtërosh çdo hallkë, çdo departament, çdo njësi të biznesit nëse do që biznesi jo të jetë suksesshëm dhe të jetë suksesshëm në vazhdimsi.